Sot në Gazetën Nacionale kemi dëftuar Kestrin Kumnove nga Aleanca Kosovare e Bizneseve, me cilin kemi me folë për zhvillimet e fundit të sistemit fiskal në Kosovë. Fillimisht mirë se vjen Kestrin. Faleminderit për ftesën ju së gjeta. Çka dështe me bisedu edhe ata për çka ju kemi ftuar sot është që pjesa domethënë që bizneset janë ende në një farë hutie, një farë amullie prej asaj që ka ndodhur me reformën e paralajmëruar prej Hekuran Muratit. Është një udhëzim administrativ, unë shkruaj me 29 nëntor të vitit 2024 për reformën, digitalizimin e sistemit fiskal. Që ky udhëzim administrativ mas ne u hodh poshtë për një vendim gjykatës supreme që tha është i kundërligjshëm, nuk ka pas lehtësmëri domethënë ministrin në detyrë Hekuran Murati me marrë një vendim të tillë dhe me nënshkruaj këtë udhëzim administrativ. Po tash çka ka ndodhur domethënë është çështja tek bizneset cilat janë në huti çka me bë tutje. ATK-ja nuk e ka postuar hala në njoftim zyrtar me tregu për shembull që vazhdoni me ble arkat fiskale aktualisht derisa të bëhet digitalizimi. Pra drejtori i ATK-s Iriu Mentor Hyseni hala në për intervista është duke folë për digitalizimin. Po e komenton vendimin e gjykatës supreme. Neve na kanë shkruar edhe plot biznese domethënë që aktualisht nuk janë të deklaruar të hyra në biznes përmes arkave fiskale hardverike, pra për me kuptu edhe opinioni, ka të bëj prej arkës fiskale që kemi mësuar me pa me dalë me një arkë fiskale digitale. Tash çka po du me të pyet është, apo keni si probleme si ankesa prej bizneseve edhe në Aleancën e Bizneseve të Kosovës? Sigurisht këto ankesa kanë fillu prej se është marrë vendim fillimisht të pezullohet shitja arkave fiskale me arsyetimin se do të ndodhë digitalizimi përmes atij udhëzimi administrativ. Edhe sigurisht ne kemi qenë si biznesen pritje se çfarë do të ndodhë dhe si do të realizohet ai proces. Mirë, po pas vendimit të gjykatës supreme, e cila hodhi poshtë këtë udhëzim administrativ, administrata tatimore e Kosovës do duhej që me njerë të dilte me njoftim dhe të sqaroj bizneseve se si duhet veprojnë tash, të pajisen me arka fiskale dhe të vazhdojnë me procedurat si që kanë bërë deri tash të abonimeve dhe kontrolleve të këtyre pajisjeve. Mirë po, administrata tatimore e Kosovës nuk e ka bërë një gjë të tillë. Po të hysh në faqen e administratës tatimore të Kosovës ende është udhëzimi administrativ. Dokumenti i fundit për fiskalizim është udhëzimi administrativ dhe specifika teknike dhe çështje tjera që kanë bënë me digitalizimin. Prandaj kjo te bizneset ka kriju një uti të madhe, por ka kriju edhe pabarazi sepse kemi një numër të madh bizneseve të cilat janë hapur ndërkohë apo dhe ato paraprake, të cilat nuk e dinë nëse duhet të vazhdojnë me arkë fiskale apo nuk duhet të pajisen me arkë fiskale. Shqetësuese tash në këtë situatë janë deklaratat e fundit të drejtorit të ATK-s, i cili ndër të tjera thot se nuk do të ketë kontrolle të ashpra ose kontrolle të shpeshta te bizneset që nuk kanë arka fiskale, e përmend diku shifrën 20.000 biznese, sepse thot do të insistojmë në digitalizimin e tyre. Mirë po, si mund t'ja shpjegosh një biznesi i cili ka arkë fiskale dhe deklaron tërkohën dhe biznesi fqin ti tash e një vit nuk ka arkë fiskale dhe nuk deklaron, pabarazit totale, që rregullim total i tregut në Kosovë. Kjo është shqetësuese për bizneset, por shqetësuese fundit edhe për buxhetin e shtetit, sepse janë duke insistuar me një proces i cili është i pamundur të realizohet, në ndërkohë nuk janë duke bërë kontrolle dhe janë duke lënë këtë evazion fiskal të rrjedhë kështu. Po, kur po thonë është i pamundur të ndodhë, shkaku i vendimit gjykatës supreme apo praktikisht nuk mundet me ndodhë aktualisht në Kosovë që kjo? Gjithë procesi tregon se është e pamundur të ndodhet. Unë do ta tregoj pse. 8 vjet i ka hupa administrata tatimore e Kosovës në përpjekje për ta digitalizuar fiskalizimin dhe nuk ka arrit. Ka kontraktu kompani të jashtme me të cilat tash është në arbitrazh, ka humbur miliona euro, 8 vjet. Ide tilla për digitalizim fiskalizimit ka pas edhe në kohën e ish ministrit Abdullah Hoti. Mirë po, për shkak të kundërshtimit të bizneseve dhe një peticioni prej mira bizneseve të cila ishte dorëzuar në atë kohë ministrit Hoti dhe në komunikim sigurisht sepse qeveritë e kaluara kanë pas komunikim të madh me biznesen, komunikim me biznese erdhin përfundimin se digitalizimi do të ketë kosto shumë të lartë, nuk është që krijon siguri ose deklarim më të mirë se arka fiskale, prandaj nuk e nënshkroi në atë kohë udhëzimin administrativ. Njëjtë edhe ish ministri Bedri Hamza e ka shqyrtuar si mundësi, mirë po e ka pa që bizneset nuk është që bëjnë deklarim më të sigurt ose krijon një siguri më të madhe në deklarim digitalizimi se sa arka fiskale, por kanë marrë parasysh edhe përvojat në Evropë
Shumë shtete në Evropë nuk e kanë zhvillu digitalizimin. Janë shumë pak shtete evropiane që e kanë bërë digitalizimin e fiskalizimit. Kemi shtete që kanë deklarimin më të madh të tatimeve, por që veprojnë me arka fiskale. Janë vetëm diku 5 deri në 7 shtete të Bashkimit Evropian që kanë realizuar deri tash digitalizimin dhe në ato ku është realizuar nuk është që ka treguar ndonjë sukses të madh. Përveç kësaj, dua të përmend, domethënë kemi 8 vjet përpjekje të administratës tatimore për ta realizuar. 2 ish-ministra e kanë pas në tryezë këtë çështje dhe e kanë heqë nga rendititës, ndërkohë kishim përpjekjen e fundit të ish-ministrit e Kur'an Muratit, të cilin ja hodhi poshtë Gjykata Supreme si udhëzim administrativ, por që çuditërisht tash kemi drejtorin e ATK-s i cili në gjitha paraqitjet e fundit insiston se do ta realizojë këtë proces pa udhëzim administrativ dhe pa bazë ligjore. Administrata tatimore e Kosovës është organ zbatues. Administrata tatimore e Kosovës nuk merr vendime të tilla. Vendime të tilla duhet i marrë qeveria, përkatësisht Ministria e Financave, përmes akteve nënligjore. Praktikisht nuk mundet me fol drejtori i ri ATK-s në çet formë. Domethënë, një farë forme po i motivon edhe bizneset. Domethënë, sipas aty në deklaratave që i ka bën 2 intervistat e fundit, dikun i ka përmend 70.000 biznese dhe ka thonë 20.000 prej tyre janë pasive, që domethënë nuk kanë arka fiskale dhe këta nuk po bojnë presion. Atëherë, nëse ligji është për barazin mes bizneseve, mes qytetarëve, na e dim domethënë me çfarë norma funksionojmë në demokraci, atëherë është një farë pabarazie edhe prej vet institucionit, që po i thot aty në 20.000-ve, ju mos paguni as mos e aktivizoni arkat fiskale, sepse do të vijë digitalizimi. Çka ndodh me 50.000 tjera që e paguajnë tatimin? Sigurisht kjo është shqetësuese sepse aktet ligjore aktuale e obligojnë çdo biznes të pajiset me arkë fiskale. Dhe nëse ti e dëgjon kreun e institucionit që duhet ta mbikëqyr këtë proces dhe ta kontrollojë këtë proces, duke thënë se ne nuk do të bëjmë kontrolle sepse do të ndodhë diçka ndërkohë, do të gjejmë mënyra se si do ta bëjmë digitalizimin. Kjo krijon pabarazi, po kjo e rrit edhe evazionin fiskal. Sigurisht unë nuk jam i thirrur, unë i mbroj bizneset, nuk jam i thirrur me fol për evazionin fiskal, por shqetësim si fundit si banori i Kosovës për mundësinë e evazionit të madh fiskal nga këto deklarime. Deklaratat e tij janë shqetësuese, sepse krijojnë huti, pabarazin treg. Në ndërkohë ka tendencë që me çdo kusht të dëmtojnë operatorët e arkave fiskale, cilët dihet që deri me tashmë është shumë peripeti, shumë probleme, kanë arritur me majt 7 qendra nëpër Kosovë, shumë qendra tjera, kompani tjera, staf dhe investime milionçe, sepse krejt kohën u është kërku përditësim i pajisjeve elektronike, ai përditësim nuk mund të bëhet për një pajisje ose 2, mirë po duhet bëhet për gjithë tregun. Je të fol për operatorët ekonomik që funksionojnë aktualisht, që i shesin arkat fiskale, çto ardhërike që i shohin. Drejtori i ATK-s domethënë ka përmend pak edhe këtë pjesë, përsa ta ndërpreva, më fal. Ai ka thonë që janë shpenzimet maksimale domethënë që bëhen për një arkë fiskale. Qysh ekziston sot tregu në Kosovë, me sa euro domethënë mundesh me u pajis me një arkë fiskale, edhe tjetra ai ka premtuar që me digitalizim domethënë me 20 euro, me një printer të vogël, me telefon, me smartphone domethënë mundet me u kry komplet printimi i shtynë faturave fiskale, kuponave fiskal. A mundet që më ndodh ose çysh është aktualisht, me sa parë blen një biznes sot një arkë fiskale? Unë dua t'ju sqaroj gjitha bizneseve në Kosovë, cilat po ndjekin tani, që deklaratat e drejtorit ATK-s nuk qëndrojnë. Nuk mund bëhet digitalizim me 20 euro. Nuk ka mundësi as praktike, as teorike të bëhet kjo. Njëkohësisht dua t'ju bëj thirrje që të pajiset me arkë fiskale, sepse një zhagitje e tillë mos pajisjes me arkë fiskale mund t'ju kushtoj më vonë. Kur do t'ju dështoj prap procesi digitalizimit dhe inspektorët do të shkojnë, do t'ju kërkojnë pastaj hyrjet e daljet e gjithë kësaj periudhe që janë pa arkë fiskale, do t'ju kushtoj më shumë se sa të pajisen tash me arkë fiskale. Prandaj më ndodh që praktikisht mundet me ndodh, jo po i gjithë procesi ka treguar që ka ndodhur, sepse që 10 vjet janë të synuar me bë digitalizim dhe nuk kanë arritur. 2 qeveri, ATK-ja dhe qeveria e fundit. Domethënë kjo nuk është çështje politike, kjo është çështje që kanë marrë si projekt, e kanë diskutuar dhe nuk e kanë realizuar. Prandaj bizneset duhet të jenë të kujdesshme, të pajisen me një herë me arkë fiskale, dhe këto 20.000 biznese që nuk i kanë, që i përmend drejtori ATK-s, sepse digitalizimi nuk mund ndodh
dhe nuk do të ndodhë në Kosovë, si dhe do të vije koha kur inspektorët do të trokasin derë dhe do thojnë pse nuk e ke arkën fiskale që 2 vite. Po, e pse po thu s'mundet me ndodhë? Do më thonë praktikisht, për shembull që kemi 20 euro, pse s'mundet? Shifra për 20 euro nuk qëndron, sepse ta sqaroj për bizneset cilat nuk kanë një ide praktikisht se si ndodh kjo. Digitalizimi bëhet përmes një aplikacioni i cili instalohet ose në kompjuter ose në telefon, siç deklaroi drejtori. Po, e ka përmend për shembull telefonin, po e marrëm shembull telefonin. Telefoni duhet të jetë me performancë të mirë, sepse nuk mund ta instalosh një aplikacion të tillë, software të tillë pa një telefon minimalisht në Kosovë kushton 150 deri në 200 euro. Secili biznes duhet ta ketë një telefon enkas për këtë aplikacion. Nuk mund të është telefonin privat që e ke, ta shfrytëzosh për Në fakt ai e përmend, po ndohet e gjithashtu, që në smartphone-in tën mundesh me Jo, nuk mundesh, sepse ti në smartphone-in tën e përdor edhe me aplikacione të tjera dhe mund komprometohet me viruse dhe pastaj çrregulloj deklarimet që i bën ti në atë aplikacion. Okej. Është e pamundur. Janë çështje teknike që s'mundet me i përballu në telefon. Jo, nuk mundet. Domethënë po shkoj me radhë për bizneset, 150 euro deri në 200 minimalisht telefoni. Për ato bizneset që duhen pajisjen me kompjuter, ju dini që kompjuteri kushton prej 250 deri në 400 Po, tutje. ose të përdor, ose çështë që mundem 20. Po. Në ndërkohë duhet të pajisen me antivirus, i cili po ashtu ka kosto klar, sepse nuk mund të jetë antivirus i çfarë doshëm ose i hakun ose kështu. Duhet të kenë internet tërkohën. Interneti abonimi në muajt minimalisht kushton 20-25 euro deri në 30 euro, që në vit i bie diku 250-300 euro. Kur po thoni duhet me kanë të lidhur në internet, do më thonë duhet me kanë në qasje non-stop që ATK-ja me pas Pajisja non-stop duhet ketë qasje në internet dhe performancë mirë të internetit. Po, se software nuk mund me funksionu, do më thonë pa internet. Këto. Tjetra, mirëmbajtja tek kjo, domethënë tek kjo është edhe kosto më e madhe është e mirëmbajtja e atij aplikacioni software. Ne ende nuk e dim sa do të kushtoj për bizneset kjo mirëmbajtje. Ajo minimalisht do të kushtoj deri në 200-300 euro mirëmbajtja e kësaj vjetore. Po. Domethënë si shkon për çdo aplikacion. Mirëmbajtja. Prandaj një kosto totale e digitalizimit, fiskalizimit për çdo biznes mund t'i dalë diku deri 600 deri në 700 euro. Vjetore. Po. Bizneset duhet ta kenë këto parasysh. Prandaj me ark fiskale tash mund të pajisen me një ark thjesht 280 euro. Edhe me modelin tjetër 340 euro që është... Do më thonë, arka fiskale aktualisht ma e thjeshta është 280 euro. E mirëmbajtja? Ku përfshihet pajisja, abonimi dhe garancioni 1 vjeçar. Okej, do më thonë ofrohet edhe garancioni. Tash do më thonë tek mirëmbajtjen a paguajnë për çdo arka fiskale aktualisht. Unë nuk kam një uri, do më thonë bizneset aktualisht. Sigurisht, po kosto e mirëmbajtjes është shumë më e ulët se sa kosto e digitalizimit, e cila duhesh me pagu antivirus, duhesh me pagu aplikacionit. Në total vjetor ti po thu që për një biznes ma shtrejt del në digitale, se sa, po, tash për shembull... Kjo ka qenë arsyeja që e patën kundërshtu dhe në kohën kur ka qenë ministri Abdullahu i bizneset, sepse në llogari dilke që digitalizimi është shumë ai kosto më lart, edhe e bën deklarimin e njëjtë si orka fiskale. Normalisht. Nuk ka. Prandaj deklarata e drejtorit ATK se 20 euro në muaj do ta pagojnë është plotësisht e pavërtetë. Tjetra shka është qetësuese, këtu është që administrata tatimore e Kosovës gjatë kësaj kohe sa ka qenë përgatitje udhëzimi administrativ nga ish ministri Detyrë Murati, ka zhvilluar bashkëpunim me ai thot ekspert huj dhe të brendshëm, por nuk e përcakton drejtori ATK-s kush janë ata. Domethënë pa pas shprehje të interesit, pa fillu zbatimi udhëzimit administrativ, ata veç kanë fillu bashkëpunimin me ekspert, cilët kanë bërë do përgatitje brenda për brenda. Ju e dini keni pas edhe ulëmtim për një gjë të tillë. Kjo është shqetësuese. Pse po synojnë ta shtyjnë përpara këtë proces i cili është më i shtrejtë për bizneset, dhe cilin tashmë e ka rrezull gjykata supreme. Po, tash te çka pjesa ku edhe e kemi bëu hulumtimin, shkaku i shtynë angazhimit të ekspertëve, cilët nuk kemi marrë përgjigje, domethënë adekuate, nuk kemi marrë përgjigje konkrete prej ATK-s. Na kemi kërkuar edhe çasje në dokumente publike, na kemi menduar që ka më ndru pak çasja shkaku i drejtorit të ri, kemi menduar domethënë që ka qenë një farë periudhë kështu tranzitore derisa është bën ndrimi i drejtorit, edhe që kemi me siguru çasje në dokumente me pas se çu shka shku se
sepse nuk ka pas transparencë fare si proces, sipas asaj që na kemi hulumtu. Domethënë kur po them angazhimi i ekspertëve të brendshëm të jashtëm, ka dyshime të mëdha për konflikte interesi, domethënë ashta veç e keni pa deri më tash. Çka po duam të pyet është, a kanë qenë bizneset e shqetësuar për mos transparencën, mungesën e transparencës komplet biznesit. Kur ju po përmendni Avdullah Hotin ose Bedri Hamzën, ju po thoni keni zhvilluar takime. Domethënë, a ka ndodhur çka prej ATK-s, a jeni ftu veç me u taku dhe me pas se çysh po del. Nëse ai po thotë që është 20 euro, ju po thoni nuk del 20 euro, a u dash me u bu një takim që tu pak, do më thonë veç me pas në mënyrë mitësore, nuk do më thonë me konë zyrtare dhe me dalë me njëherë me një komunikat, po a ka ndodhur një takim i tillë? Jo, nuk kemi pas asnjë takim dhe këtu pikërisht qëndron shqetësimi i bizneseve, sepse mos komunikimi me biznese dhe shtyrja përpara këtij procesi, edhe pas vendimit gjykatës supreme, e cila ka hudh poshtë udhëzimin administrativ për digitalizimin e fiskalizimit, tregon që aty ka një interes. Raportimet e mediave gjithashtu kanë sjellë fakte që aty ka një interes për ta shtyr përpara këtë proces dhe dalja në publik e deklarimi se digitalizimi fiskal do të jetë më i lirë se arka fiskale tregon se dëshirojnë të mashtrojnë bizneset dhe t'i prekin aty ku janë më të ndihshëm te kosto, ta krijojnë opinionin në publik që digitalizimi fiskal do të jetë më i lirë se arka fiskale dhe pastaj kur të nis procesi, nëse munden me nis, bizneset të dalin para aktit kryen kur t'ju vje kosto e gjithë këtyre pajisjeve të cilat duhet të instalojnë me digitalizimin fiskal. Prandaj shqetësimi i bizneseve është që të ketë transparencë, të tregohet sakt kush po angazhohet, kush është kompania që është duke zhvillu software-in, ose e ka zhvillu deri tash? Në fakt, do më thonë prej asaj që kemi zgjedhur nuk ka pas as kompani, do më thonë ka qenë një ekspert i jashtëm, që do të ishte munal tash në diçka tjetër. Gjatë hulumtimit që i kena bërë, do më thonë aty u zgjedh një farë konflikt interesi mes një zyrtarit të ATK-s për zhvillimin e aplikacioneve, i cili projektin ja ka dhënë ekspert ka qenë nipi i vet. Nuk ka kompani, do më thonë nipi i vet. Nipi i tij jashtë vendit, do më thonë e ka zhvilluar si të farë lloj software-i. Tash apo duhet të pyet është, a kërkohet një farë lloj garancie, a kërkohet na kena mësuar dhënat si biznes. Për shembull, unë sot e hapi një biznes edhe po e bëj digjitale. Hajde që kushton 20 euro, 100 euro, 300 euro, s'ka lidhje. Po e mendojmë, po e amendojmë që kemi kaluar në diçka digjitale. Kush miru mu dhanat e biznesit. Do më thonë, nëse qëto shkojnë të shkjo eksperti jashtë, qaj sovera, duhet me pas një mbrojtje, një cloud, ku mbledhen qëto dhana, kush i garantën qëto dhana. Sepse, nëse na i qona dhanat e një person, një ekspert, që atje jashtë, ose e ka bleja e një cloud, për shembull një hapësirë, ku mundet me i ru qëto dhana, kush e ofron sigurinë qëtu? Do më thonë, dikush ka mi pagu këtu, a kanë mi pagu bizneset, a kanë mi pagu atë këja, do më thonë, ka qatë shumë pyetje që nuk kam përzigje ende prej institucioneve qëtu. Pikërisht kjo është shqetësimi i bizneseve, sepse ne po dëgjojmë vetëm deklarimin e drejtorit të ATK-s që thotë se digitalizimi i fiskalizimit do të ndodhë dhe kosto do të jetë 20 euro. Nuk ka asnjë sqarim tjetër. Detaj. Ndërkohë nuk mund t'i mashtroj bizneset në këtë mënyrë, sepse ne e dimë se sa është kosto e një digitalizimi të biznesit dhe se kostoja finale do del 600 deri në 700 euro në muaj. Ky është shqetësimi i parë. Shqetësimi i dytë është ruajtja e dhënave. Shumë shtete në Bashkimin Evropian e kanë pas këtë problem. E kanë pas këtë problem sepse dhënat e bizneseve, hyrje, dalje dhe gjitha këto deklarimet janë çështje dhe sigurisë kombëtare. Nuk mundesh në këtë mënyrë me një ekspert që e ke gjetë aty familjar me zhvillu një aplikacion, pa e pas idenë dhe me fillu një proces, pa e pas idenë se ku do të ruhen ato dhëna. Çka ndodh në rast të hakerimit të software-it kudo që ti e angazhon. Ose me i përdorë së dhona bizneset prej vendeve. Ose me i përdorë palë të treta. Që për shembull palë të treta, kompania ku ti nuk është për shembull kredibile, ku ti ruan këto dhëna, edhe ja shet këto dhëna tuaja të shtetit të Kosovës, ja shet një shtet i armik. Shembull Serbisë. Ky Rusi, Serbisë, sepse me dhona na e dim sa herë që u lajme, domethënë ka pas në Amerikë, se të kon lajme të tilla që shit informacionet. Kjo është, unë nuk ma merr mendja që një biznes në Kosovë toleron që dhënat e veta mi u bart jashtë vendit me një kompani ose me një software ku nuk e din ku janë. Prandaj këtu ka shumë paqartësi edhe i bëjthirrje drejtorit të ATK-s të ndalë deklarimet e tilla dhe krijimin e hutisë së tillë e t'i kthehet fiskalizimit
ta përmbyll fiskalizimin edhe tek këto 20.000 biznese që thotë që nuk janë aktualisht A keni kërku takim me drejtorin e ATK-s? Sigurisht takime ka pas me drejtorin e ri ende, por takime ka pas kërkesa nga ana jon ka pas edhe për takime me drejtorin e ish drejtorin. Por ju e dini që institucionet tash sa kohë janë mbylluna për komunikim me biznese, nuk ka komunikim të rregull. Keni me arrit takim? Jo. Okej. Qa deshta me pyet diçka tjetër rreth një deklarate të zotit Hyseni, drejtorit të ATK-s, paraqitet e fundit që i ka bërë televizive, ai ka thonë që operatorët ekonomik që po i shesin arkat fiskale, po operojnë në mosgabofsha vetëm në komunën e Pejës. A qëndrojnë që do më thonë, ku janë duke vepru aktualisht operatorët ekonomik që merren me shitjen e arkave fiskale? A kanë gjitha komunat? Po, krejt kjo është pjesë e fushatës për mi kriju opinionin publik që operatorët ekonomik që shesin arka fiskale kanë punu keq, digitalizimi kushton lirë, arka fiskale kushton shtrejt, kjo përgatitje e terrenit, të bizneset, për të vazhdu masnej për tentime, për të vazhdu me projektet e veta cilat po shihet që nuk janë bash të pastra në Çato që u gjet deri ju përgëzeta mediumin e ju që merrni guximin mi trajtu temat e tilla sepse dihet që çdo medium që merr guximin me raportu për ATK-n i gjuan inspektorët mandej edhe krijojnë një farinati personal. Domethënë është një farë situate që edhe mediat po binë situatë jo të këndshme kur po raportojnë për gjëra të tilla. Prandaj unë po them, kjo është fushat, krijimi i opinionit të biznesit dhe opinionit publik që operatorët e arkave fiskale nuk kanë punu mirë. Digitalizimi do të jetë më i lirë, tash ka dalë me shifrën 20 orë, nuk është e vërtet, dhe se ky projekt do të realizohet me demos. Si ka mundësi më thonë që udhëzimin administrativ mund ta nënshkruajë zëvendës ministri, kur gjykata supreme ja ka rrëzu ministrit. Edhe zëvendës ministri o pas politik. Normalisht. Do të thonë kjo është absurde. Si ka mundësi më thonë do të gjejmë një mënyrë brenda ATK-s ta realizojmë kur ky projekt madhor vendimin për këto duhet me marrë qeveria, përkatësisht Ministria e Financave, administrata tatimore, vetëm organ zbatues që i zbaton politikat që i vinë prej Ministrisë Financave. Po, a në fakt kjo është bu një farë promovimi kundër vendimit të gjykatës supreme? Çdo tentativë për realizimin e një projekti tillë është i kundërligjshëm, automatikisht. Në ndërkohë, nuk është e vërtetë që operatorët, unë i kom kontaktu operatorët ekonomik, sepse sigurisht në kuadër të Aleancës Bizneseve janë edhe antar, i kom kontaktu edhe që nga marrja vendimit gjykatës supreme, që nga ajo ditë gjitha qendrat në Kosovë punojnë. Drejtori ATK-s nuk është i updateuar me informacione që gjitha qendrat e arkave fiskale janë duke punu. Do të thonë janë funksionale aktualisht. Çka kom vrejt te deklarimet e tij është një disponim kundër këtyre kompanive dhe me çdo kusht i diskreditoj ka se një farloj fushate anti-shtynja operatorëve. Nuk është në rregull sepse janë mbi 200 persona të punësuar në këto kompani. Pavarësisht perceptimit që është kriju ko pas kohë përmes deklarimeve tilla që këto kompani shtrajt po marrin, këto kompani kanë bërë investime milionçe në zhvillimin e softwareve dhe kanë arrit që për 15 vjet arkat fiskale në Kosovë të funksionojnë në mënyrë perfekte pa asnjë problem dhe këto kanë arrit përveç investimeve, cilat ndonjëherë edhe nuk ju kanë kërku, por që i kanë bërë vetëm që ky proces jetë kredibil dhe të mos ketë asnjë problem në deklarimin nga ana e biznesit. Qëta operator ekonomik që furnizojnë, domethënë kanë përfaqësi të arkave fiskale, janë disa kompani që veprojnë në Kosovë. Në rast që vjen digitalizimi, ai ka ftu dikush, domethënë prej ministrisë ose prej ATK-s, me fol për shembull për depot që i kanë, domethënë furnizimet që i kanë bërë, sepse këta dhajnë garancion dikun jashtë, sigurisht që furnizohen prej tyre, edhe për shembull po mbesin 100.000 arka fiskale, ose bizneset cilët janë hap tash edhe kanë ble arkën fiskale. Çka ndodh nëse ndodh digitalizimi? Është ju ofruar një farë kompenzimi ose operatorëve ekonomik ose bizneseve? A u përfol në herë që kjo? Unë edhe njerë për du me potencu që 10 vjetë kanë tentu me bo digitalizimin, nuk kanë arrit. Nuk ka arrit administrata tatimore Kosovës 8 vjetë me kontraktor. Vetë se ka dalë ma shtrejt.
sigurisht me kontraktor të jashtëm ka humb miliona administrata tatimore e Kosovës për mi bë digitalizimin, nuk ka arritur është në arbitrazh. Ka me humb prap. Drejtori i ri ATK-s po thotë se këta kanë provu, po i referohet partive të tjera. Domethënë Të gjitha partitë kanë provu. Ka provu Lidhja Demokratike e Kosovës përmes ish-ministrit Abdullah Hoti. E kanë pa që nuk ka mundësi sepse është kostoshtesë për bizneset edhe i kanë mirë kuptuar bizneset. Kjo është politike mirë kur komunikon me bizneset, ulesh diskuton edhe e shet që kosto digitalizimit është më e lartë se arka fiskale, okej, në rregull jemi. Njëjtë ka vepruar dhe ish-ministri Bedri Hamza. Domethënë gjitha qeveritë kanë tentu, por në komunikim me biznese, edhe në sqarimet tona, edhe në gjitha ato e kanë pa që nuk ja vlen barra qiran, sepse është kosto më lartë për bizneset, edhe nuk ka që deklarohet më mirë me digitalizim të fiskalizimit se sa tashmë arka fiskale. Prandaj dua të them edhe një herë që nuk do të ndodhë për shkak se 8 vite administrata tatimore e Kosovës ka kontraktu kompani tjashme është në arbitrazh, ka me hup prap mjete. 3 qeveri nuk kanë arritë. Sfundi e kemi vendimin e Gjykatës Supreme. Tash drejtori i ri ATK-s në vend që del me njoftim dhe t'i ftoj gjitha bizneset fiskalizohen, të marrin arkat fiskale dhe të vazhdoj procesi si duhet, del me deklarata që okej, rrini edhe me tutje pa arka fiskale, se ndërkohë kemi me gjetë në një mënyrë për me me çfarë drejte o shkelje plotësisht ligjore, edhe dikush është dashur më marr sepse ligji ja obligon si organ zbatues ta pajisë secilin biznes marrë arka fiskale. Edhe me zbatu ligjin që është në fuqi. Po, ligji në fuqi është ai tash për tash. Nëse do të diçka atëherë okej, apo sigurisht zbatoja. Te ne vinë antar për shembull të aleancës thonë, jo, s'du me marr arkën fiskale se drejtori ATK-s tha që komendohet diçka, s'dim çka komendohet, po diçka ka më bë. Ka më bë diçka. Vjen tjetri thotë unë deklaru për shembull biznesi i madh i kam 15 arka fiskale, çka më bëun tash? Po, ç'rregullim total. Ç'rregullim total. E kuptoj. Zoti Komnova, krejt përfund deshta me të pyet, nëse marrim çastin dokumente publike tek ATK-ja, tash veç se e kemi dërguar në Azencinë për informim edhe privatësi, për me siguru çastin në dokumentacion, çka ka ndodhur me si proces prej fillimit. Ai shit kanë të gatshëm prej aleancës bizneseve, më uftu bashkë me drejtorin Mentor Hyseni për një debat i cili kish me qenë sqarues edhe për bizneset, po edhe për qytetarët që synojnë me hap biznese. Është më se i nevojshëm një debat ku në emër të bizneseve do t'ja shtroja disa pyetje drejtorit ATK-s pasi nuk pranojnë komunikim, t'ja shtroja disa pyetje dhe ta sqaroja 20 ershin i ka dalë 20 euro për digitalizim. Domethënë ai duhet del para bizneseve, kur ju thotë do të jetë më lirë, ai duhet del t'i tregoj gjitha detajet dhe gjitha kalkulimet e pajisjeve që duhet i ketë një biznes për digitalizim. Po. Aja mund të jetë një pjesë e saj 20 euro që do të kushtoj, po ku do të jenë pajisje tjera, ku do të jetë software, aplikacioni, telefoni, printeri, rroba dhe printeri termik, edhe printeri termik që kushton 150-200 euro. Prandaj u bëj thirrje bizneseve që sa më part pajisjen me arka fiskale, ligjërisht e kanë obligim të pajisjen me arka fiskale. Po, aktualisht që ky ligj është në fuqi. Le të marrin arkat fiskale, le të vazhdojnë funksionimin me arka fiskale, sepse kjo histori e digitalizimit po zgjat që 10 vjet dhe vetëm do të dëmtohen nëse nuk e marrin arkën fiskale, sepse pas një viti do shkoj inspektori do të thotë ku i ke që 2 vjet arkën fiskale. Normalisht. Nuk mundet mu arsyetu një biznes, nuk mundet duhet të shqaroj bizneseve, nuk munden mu arsyetu para inspektorit, mi thonë kom dëgju një intervistë drejtorin e ATK-s që ka thonë s'ka lidhje para fiskale. S'munden sepse ligjërisht ai duhet ta zbatoj ligjin dhe t'ja kontrolloj arkën fiskale. Po. Prandaj bizneset i ftoj që sa më parë të marrin arkat fiskale, të vazhdojnë me abonimet, me kontrollet që i kanë, sepse kështu e thot ligji aktual dhe kështu do të vazhdojë. Po, nëse ndodh diçka e re, atëherë mirëpresin edhe e këshyrin domethënë implementimin e tyre. E kanë prit bizneset që 10 vjet këto nuk kanë ndodhur, e kemi vendimin e Gjykatës Supreme që ka hodh poshta dhe udhëzim administrativ. Nuk di çka duhet, më vetëm Gjykata e Strasburgut nëse merr vendim ndërkohë. Zoti Komnova, faleminderit shumë për kohën, edhe faleminderit për sqarimet për me pas se ku jemi aktualisht me sistemin fiskal dhe çdo deklaratat e drejtorit të ri të ATK-s. Shumë faleminderit për ftesën edhe i gatshëm çdo kohë t'jap sqarimesh. Faleminderit.